Shiko, zoti Bido, sigurisht që dhe ne bashkohemi me shqetësimin që ngritët për humbjen e 2 jetëve, në fakt kur punojnë në kushtet vështira teknike pa investime, sigurisht që humbja e jetës është tragjike, për më tepër kur janë edhe në kushtet e motit të rënduar e përmbytjeve. Patjetër, se qeveria shqiptare nuk e shpenzon fondin e emergjencës për mbrojtjen civile, e shpenzon për koncertin e Kanye Westit, këtë duhet kishe ngritur sot këtu. Së dyti, dali njëri nga ju atje për jashtë, ta provoj të shkoj në darkë dhe ta shofi se si sillen me ju. Hym të dy bashkë në parlament dhe u morën me ju asnjë fjalë kundër meje. Nuk kanë asnjë shqetësim ato me opozitën, asnjë shqetësim. Rama jepe dorëheqjen thon, parlamenti krimit thon, Rama në burg thon, provoje dil një herë provoje. Provo dil një herë atje ashtu siç kanë trajtuar herën e shkuar. Që të bëhemi serioz, zoti Bido. Në këtë parlament sot ka deputet që kanë ardhur nga krimi, po kanë ardhur nga krimi. Ka deputet që nuk përfaqësojnë qytetarët se ngrenë dhe votojnë ligjet me porosi, se kanë shtyrë 6 herë ligjin e investimeve strategjike, se kanë votuar ligjin e zonave të mbrojtura, se votojnë sot një fond 4.3 milion euro për Kanye Westin e nuk votojnë për të mbrojtur ato punonjës shtetit që punojnë kushtet vështira. Prandaj protestojnë qytetarët sot. Këtë ki parasysh sa herë që flet për opozitën.